Data 24 prill. Numrat, kapitulli i parë. Dhe Zoti foli Mojsiut në shkretëtirën e Sinait, në çadrën e mbledhjes ditën e parë të muajit të dytë, gjatë vitit të dytë nga dalja e tyre nga vendi i Egjiptit, dhe i tha: Bëni regjistrimin e gjithë asamblesë së bijve të Izraelit në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar një për një emrat e çdo mashkulli. Nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që në Izrael mund të shkojnë në luftë. Ti dhe Aroni do të regjistroni grup pas grupi, dhe me ju do të jetë një burr për çdo fis, një që të jetë i pari i shtëpisë së atit të tij. Këto janë emrat e burrave që do të jenë me ju. Nga Rubeni, Elicur, biri i Shedeurit. Nga Simeoni, Shelumieli, bir i Curishadait. Nga Juda, Nahshoni, bir i Aminadabit. Nga Isakari, Nethaneeli, bir i Cuarit. Nga Zabuloni, Eliabi, bir i Helionit. Nga bijtë e Jozefit, për Efraimin, Elishama, bir i Amihudit. Për Manasin, Gamalieli, bir i Pedatsurit. Nga Benjamini, Abidani, bir i Gideonit. Nga Dani, Ahiezeri, bir i Amishadaidit. Nga Asheri, Pagieli, bir i Okranit. Nga Gadi, Eliasafi, bir i Deuelit. Nga Neftali, Ahira, bir i Enanit. Këta janë ata që u zgjodhën nga asambleja, prisit e fiseve të etërve të tyre, krerët e divizioneve të Izraelit. Mojsiu dhe Aroni morën pra këta burra që ishin caktuar me emër dhe thirrën tërë asamblen. Ditën e parë të muajit të dytë, ata u treguan fisin e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar personat me moshë 20 vjeç e lartë një për një. Ashtu si Zoti pati urdhëruar Mojsiun, ai bëri regjistrimin e tyre në shkretëtirën e Sinait. Nga bijtë e Rubenit, i parelinduri i Izraelit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat e të gjithë meshkujve një për një nga mosha 20 vjeç e lartë, tërë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Rubenit ishin 46.500. Nga bijtë e Simeonit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, ata që u regjistruan duke numëruar emrat e të gjithë meshkujve një për një nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Simeonit ishin 59.300. Nga bijtë e Gadit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat e atyre që ishin 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Gadit ishin 45.650. Nga bijtë e Judës, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat e tyre nga 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Judës ishin 74.600. Nga bijtë e Isakarit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin për luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Isakarit ishin 54.400. Nga bijtë e Zabulonit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Zabulonit ishin 57.400. Ndër bijtë e Jozefit, nga bijtë e Efraimit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë për të shkuar në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Efraimit ishin 40.500. Nga bijtë e Manasit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Manasit ishin 32.200. Nga bijtë e Benjaminit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Benjaminit ishin 35.400. Nga bijtë e Danit,
trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Danit ishin 62.700. Nga bita e Asherit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Asherit ishin 41.500. Nga bita e Neftalit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Neftalit ishin 53.400. Këta ishin të regjistruarit nga Mojsiu dhe Aroni, së bashku me 12 burrat prijes të Izraelit, secili përfaqësues i shtëpisë së atit të tij. Kështu tërbit e Izraelit që u regjistruan në bazë të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha 20 vjeç e lartë, të me thënë, tërë njerëzit që në Izrael ishin të aftë të shkonin në luftë, të gjithë ata që u regjistruan ishin 603.550. Por levitët nuk u regjistruan bashkë me të tjerët, sipas fisit të etërve të tyre, sepse Zoti i kishte folur Mojsiu duke i thënë: vetëm në fisin e Levit nuk do të bësh regjistrimin dhe nuk do të llogaritësh numrin e tyre me bitë e Izraelit. Por besoju levitëve kujdesin për tabernakullin e dëshmisë, për të gjitha orenditë e tij dhe për çdo gjë që i përket. Ata do të mbardhin tabernakullin dhe tërë orenditë e tij, do të bëjnë shërbimin dhe do të fushojnë rreth tabernakullit. Kur tabernakulli duhet të zhvendoset, levitët do ta bëjnë pjesë-pjesë. Kur tabernakulli duhet të ndalet, ata do ta ngrenë dhe i huaj që do të afrohet do të dënohet me vdekje. Bitë e Izraelit do të ngrenë çadrat e tyre secili në kampin e vet, secili pranë flamurit të vet, sipas renditjes së tyre. Por levitët do të ngrenë çadrat e tyre rreth tabernakullit të dëshmisë, me qëllim që mëria ime të mos mbierë mbi asamblenë e bijve të Izraelit. Kështu levitët do të kujdesen për tabernakullin e dëshmisë. Bitë e Izraelit ju bindën gjithçkaje që Zoti i kishte urdhëruar Mojsiut dhe kështu bën. Psalmi 35. O Zot, përleshu me ata që përleshen me mua. Lufto me ata që luftojnë kundër meje. Merr mburojën dhe parzmorën dhe çohu të më ndihmosh. Nxirre shtizen dhe zor rrugën atyre që më përndjekin. Thuaj shpirtit tim, unë jam shpëtimi yt. Mbetshin të shushatur dhe të turpëruar ata që kërkojnë jetën time. Kthefshin kurrizin dhe mbetshin të shushatur ata që kurdisin të keqen kundër meje. U shpërndafshin si byku nga era dhe ëngjëlli i Zotit i dëboft. Qoftë rruga e tyre e errët dhe me shkarje dhe ëngjëlli i Zotit i përndjekt. Sepse pa pasur arsye, më kanë ngritur fshehura si rrjetën e tyre, pa pasur arsye më kanë hapur gropën. Një shkatërim i papritur u rënd mbi krye, i zënë rrjeta që kanë fshehur dhe rënqën në gropën që kanë përgatitur për shkatërimin tim. Atëherë shpirti im do të ngazëllejë tek Zoti dhe do të gëzohet për shpëtimin e tij. Të gjitha kockat e mia do të thonë: o Zot, kush është si ti që e çliron të mirin nga ai që është më i fortë se ai, të mirin dhe nevojtarin nga ai që plaçkit. Dëshmitarë të pamëshirshëm ngrihen kundër meje dhe më pyesin për gjëra për të cilat nuk di asgjë. Të mirën e shpërblen me të keqen, duke e lënë kështu të pangushëlluar jetën time. Megjithatë, kur ishin të sëmur, unë vesha grathorën dhe e mundova shpirtin tim me agjërim dhe lutesha me kokën e përkulur mbi gjoks. Shkoja rreth e rrotullt sikur të ishte fjala për një shok o për vëllain tim. Shkoja fort i kërrusur nga dhembja, ashtu si një njeri që mban zi për të ëmën. Por kur u pengova, ata u gëzuan dhe u mblodhen bashk, u mblodhen kundër meje disa shpifës të cilët nuk i njihja, më kanë shqyer pa pushim. Bashk me disa palaço zemërkatran kërcëllin dhëmbët kundër meje. O Zot, deri kur do të vazhdosh të shikosh? Shpëto jetën time nga shkatërimet e kurdisura prej tyre, të vetmen pasuri që kam nga dhëmbët e luanëve. Unë do të kremtoj në vendin e madh, do të lavdëroj në mes të një populli të shumët. Mos u gëzofshin me mua ata që pa hak më janë bërë armiq, mos e shkelshin syrin ata që më urrejnë pa arsye, sepse nuk flasin kurrë për paqe, por kurdisin mashtrime kundër njerëzve paqësor të vendit. Po, e hapin gojën e tyre kundër meje dhe thonë: e kemi parë me sytë tanë. O Zot, ti ke parë këto gjëra, mos hesht. O Zot, mos u largo nga unë. Zgjohu dhe qohu për të më siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur çështjen time, o Perëndi dhe Zoti im. Gjykom sipas drejtësisë së o Zot, Perëndia im,
dhe bëj që ata të mos kënaqen me mua, dhe të mos thonë në zemër të tyre, pikërisht ashtu si që donim, dhe të mos thonë e gëlltitën, u turpërofshin dhe të u përshtilofshin gjithë ata që gëzohen nga e keqja ime, u mbulofshin me turp dhe me fyerje ata që lartësojnë veten kundër meje. Këndofshin dhe gëzofshin ata që kanë në zemër çështjen time të drejtë dhe thënqin vazhdimisht, lëvduar qoftë Zoti që e do paqen e shërbëtorit të tij. Gjuha ime do të kremtoj drejtsinë tënde dhe do të këndoj lëvdimin tënd tërë ditën. Predikuesit, kapitulli 11. Hidh bukën tënde mbi ujërat, sepse pas shumë kohe do ta gjesh përsëri. Jepu pjesë 7, madje edhe 8 vetave, sepse ti nuk e di se çfarë fatkeqësie mund të ndodhë mbi tokë. Në rast se rret janë plot me shi, e derdhin mbi tokë. Dhe në rast se një dru bie në jug apo në veri, ai mbetet aty ku bie. Kush e ka mendjen te era nuk ka për të mbjell, dhe kush rrie shikon rret nuk ka për të korrur. Ashtu si ti nuk njeh rrugën e erës dhe mënyrën si formohen kockat në barkun e gruas me barr, kështu ti nuk e njeh veprën e Perëndisë që bën gjithçka. Mbille farën tënde në mëngjes, dhe në mbrëmje mos lër dorën tënde të pushoj, sepse ti nuk e di se cila nga të dyja do të dalë më mirë. Kjo apo ajo, apo do të jenë të mira që të dyja. Drita është e ëmbël dhe është diçka e këndshme për sy që shohin diellin. Edhe kur një njeri të jetojë shumë vjet, le t'i gëzojë të gjitha, por le të mendojë edhe për ditët e territ që do të jenë të shumta. Të gjitha ato që do të ndodhin janë kotësi. Gëzohu pra o i ri në rinin tënde. Le të gëzohet zemra jote në ditët e rinisë sate. Ndiq edhe rrugët e zemrës sate dhe pamjen e syve të tu, por dije që për të gjitha këto gjëra, Perëndia do të tharras në gjyq. Eliminon nga zemra jote trishtimin, dhe largon nga trupi yt dhimbjen, sepse rinia dhe mituria janë kotësi. Titit, kapitulli 3. U kujto atyre që t'u nënshtrohen principatave dhe pushteteve, të jenë të bindur, gati për çdo vepër të mirë, të mos shajnë asnjëri, të mos jenë grindavec, por të butë, duke treguar çdo zemërgjerësi kundrejt të gjithë njerëzve. Sepse edhe ne dikur ishim të pamend, të pabindur, e ndacak, duke i shërbyer epsheve të ndryshme dhe qefeve, duke jetuar në ligësi dhe në smir, të urryer dhe duke e urryer njëri tjetrin. Por kur u shfaq mirësia e Perëndisë, shpëtimtarit ton dhe dashuria e tij për njerëzit, na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëjmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë, të cilën e derdhi me mbushëllim mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, që ne të drejtësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme sipas shpresës që kemi. Kjo fjalë është e besueshme dhe dua që ti pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndin të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit, por shmangu nga diskutimet e marra, nga gjenealogjit, nga grindjet dhe përleshjet rreth ligjit, sepse janë të padobishme dhe të kota. Refuzon një njeri sektar, mbasi ta kesh shqyrtuar një herë e dy herë, duke e ditur si një i tillë është çoroditur dhe mëkaton duke qenë i dënuar nga vetja. Kur të dërgoj Arteman ose Tikikun, bëj çmos për të ardhur tek unë në Nikopoli, sepse vendosa ta kaloj dimrin atje, për cilin me kujdes për udhtim Zenën, juristin e ligjit dhe Apolin, që të mos u mungoj gjë. Edhe le të mësojnë edhe tanë të kushtohen veprave të mira për nevojat e ngutshme, që të mos jenë të pafrytshëm. Të gjithë ata që janë me mua, të bëjnë të fala. Përshëndetje ata që na duan në besim. Hiri qoftë me ju të gjithë. Amen.